Ema dhe ulti përshëndetje, faleminderit që na ndonë emisionin 05 në Fokus Gjë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Rutinë nuk mund ta them, por që e gjej veten në kohë të lirë në palestë. Po kënaqësia mi po të i ndihmu njerëz edhe të i po të mri rezultate të mira, të arrit vetbesimin, të pas ide më të qarta për veten edhe të po çush është më kon shëndetshëm edhe më ushtru shëndetshëm, do bën mundi shumë mirë edhe më ka shty si ndjesi për me vazhdu si trajner i fitness. Normal që çdo gjë negative e lë këtu në palestër dhe filloj edhe ndihem pak më e lirshme, po që duhet të bëhet një disiplinë për mua, pavarësisht se po punoj për këtë gjë, edhe gjithmonë trajneri më bën presion që hajde çdo ditë, sepse mendoj se janë të duhurat për mua, idealet. Si palestra, si ambienti, si profesori, trajneri, si i thoni unë. Edhe unë nuk e lova me mungu shumë, i bëj presion pak më tepër për çata. Mirë është tip fani ashtu, nuk është e mërzitshme, mundohet më ushtru, ka shef ka pak manku për peshat, për këto, amo e bën më të mirën e vetë mundshme. Që më pëlqejnë peshat, tani jam futur pak në sistem që më pëlqejnë peshat, se presori gjithmonë më thotë ushtro me peshat se duhet bëjmë edhe gati për verë, por që të gjitha nga pak më pëlqejnë. Ti duhet më pysh atë që kam inat. Cila është ajo që ke inat? Squatsat. Squatsat, jo rejna mo nuk ka ik pa i bu. Po, gabimi ma i shpesht është që ushtrojmë pa djeni, do më thonë hinë me njerë me peshat rana, nuk kanë teknik të mirë, apo këton edhe një gabim tjetër që bojnë shpesh është që bojnë bark gati për ditë. Ushtrimet barkut se mendojnë që me ushtrime e hekin barkun, amo pjesa kryesore për me hek barkun është ushqim. Ato e bëj dhe unë, gabimi. Edhe këtë gabim e bën? Po, edhe Ja kena eliminu këtë gabim, me njëherë. Po, amo në fitness zbatohet kjo pjesa ushqimi, do me thonë, ku bëhet deficiti kalorik, ku ti han pak ma pak kalori se që jetë u shpëndzu, edhe në këtë rast me njerë trupi fillon me reagu edhe me hup vjam. Amo na tentojmë i bo këta në kohë ma të gjatë, jo afat shkurt se një pesh që humbet shpejt edhe kthehet shpejt. Unë mundohem me mbajt pak atë fazë dietë me ngër një herë në ditë, po gjithmonë më vërtet, sepse nuk është kështu dieta. Dieta është të hash gjithmonë me rregull. Po, unë jam parkeq me ushqimin. Unë i bëj presion, amo se është mirë më hongër pak ma shpesh gjatë ditës, unë për veti ho 5 herë në ditë, edhe i kom se cilat shujta që i mas me grame edhe është ma mirë edhe e mon metabolizmin aktiv gjatë gjithë kohës, dhe më thonë nuk e le trupin me shtu vjam. Normal që ka qenë shumë vështirë për mua, sepse nuk isha vullnet, nuk e gjeja vullnetin, por duke pi vitamina, gjëra në palestër, mu shtua vetë vullnetin dhe dëshira, po ditë të them që nga 68 kg që kam qenë, për një muaj e gjysmë kam shkuar 63 me Oltin. Do më thonë 5 kg pra... Po, nësa tani jam 59 për atë punë, po them kur stërvitesha në fillim. Tani jam perfekt, veç mos më qonin këmbë. Fillestar të isha këshillu që me marë pak njëri para se mja nis, me lexu ose me pa video, më fokusu ma shumë të teknikat se të peshat e rana edhe mos mi tepru me ushtrime, me bo overtraining, po mundu më ndajt diku 40 minuta, 30 janë të mjaftushme për më ushtru. Po, diçka ma ndryshe nuk o që muj me shtë... Dikush ka edhe kompleksin, do shta më shuj të tjerë, apo diçka... Po, kena pasa si rasta, mu dush me arë në fitness për mi hek ata, nuk mund është mi hek për shpis, na mundot minimum mi u fol klientave edhe mi motivu të njëjtën kohë që me s'me pas komplekse, mi a fillu, kërkush nuk i njëjt, edhe gabimi ma i madh që e bojnë të tjerët është që e krasojnë vetën me dikon tjetër, apo kupta, gjë që nuk ja vlen mu po. Po për shembull i krahasojnë forma trupore, forcën me dikon tjetër edhe nuk është sa ndidur më bo se për shembull unë i kam disa vite në fitness, dikush tjetër i ka disa muaj edhe nuk muj më kon njëjtë, apo kupton? Edhe plus ndikon pak gjenetika, sa i rringati ushqimit, sa flen, gjumë këto kanë rëndësi. Sa operacione ke bërë? Emër fillim e ka bo doktori, pastaj e ka bu palestra, kështu që këtë duhet të thotë shko operohu. Po, ka për shembull që vinë thonë, a muj më bo gati për verë, ose a muj më bo si që kallëzojnë modele, për shembull vinë me foto, amo esenca është mi tregu me fillim që nuk mund është ndoshta mi mri qatë formë dur, që nuk e ki... S'ka ardha asnjëra me foton time?
Jo, për momentin e la nuk orë. A mund nashta mas intervjistës di. O, që thash edhe në fillim, pjesa ma mirë është që ishe njerës që në kanë dijen ma mirë, kanë pas përmirësime, se për shemë, po, mjë ndimu edhe për shemull vinë edhe me probleme fizike edhe kërëshe që jenë të përmirësu, kanë rezultate ma të mirë, jenë të knaqën atër që ajo është, kejtë e Edhe jo vetëm fizike, edhe ankthi ka të bëjë shumë me palesën. Unë e kam përjetuar vetë, edhe gjej do me thënë shpirtin tim të lirë këtu, do me thënë gjithmonë që vi këtu, ndihem akoma dhe më i qetë, e harroj ankthin. Gjithmonë stërvitja edhe peshat të nxjerr nga kjo situatë, mendoj. Do me thonë Focus Gym ty të kanë ndihmu në alesht. Normal, as diskutohet. Nuk t'i vynë motivi se unë me njëherë bëj presion që du të marrë, pat motiv. E vërtet. Nuk ka të bëj me motivin, kjo ka të bëj me disciplinë. Po. Unë dua të dalë me pi alkohol në klub, çfarë bëj unë? Vi palesë, pastaj ikin klub. Po, vjen e gatshme, domethënë vesh ndrohet edhe ik, ama mundohem mi bo këtë pjesë ma shumë disiplinë se motiv. Në kohën e tashme, sidomos në këto vitet e fundit, ka një ndikim shumë të madh, sidomos disa trajnerë që dalin edhe folin për qysh me ndërtu trup ose qysh e ka ndërtu ata, ama nuk tregojnë sa miligram steroide janë të i marrë një javë. Apo këtan, kështu që kësha pas që e më konë sa ma tapur me publikun edhe me shikus edhe mi tregu drejt se mi mashtru që kanë rri natural në atë pjesë. Realiteti është që me steroidet i mund është me mri ma shpejt progres edhe ma shumë, ama efektet ansore ki shumë mandoja, që kimi pa ma vonë gjithë Trupi duhet jetë i bukur, vera po afron, kështu që duhet zgjidhni Focus Gym dhe trajnerin tim. Përshëndetje për krejt shikust, edhe ju kësha thonë që ju pres për krejt juve që keni qef mu transformu, jemi në Focus Gym edhe kur ma nga se keni pas transformimin se në jerë. Natën e mirë!